Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të komentuar pak dhe për t'i dhënë vëmendje tashmë edhe ferma VIP 3. Sonte startoi një edicion. Unë nuk do ta quaj një edicion, por dua të qëndroj në atë që unë e thash sot. Do me thënë startoi një ngjarje. Ishte një ngjarje. Ka filluar një reality show që ashtu siç edhe shtëpia ishte, me plot ngjyra, me shumë bukuri, me shumë emocion, me shumë ndjesi brenda. Ashtu ishin edhe të përzgjedhur fermerët, 16 fermerët të parë të këtij kastit. Tani, Eduardi në një intervistë që ishte i ftuar në televizionin Vision Plus, pati rrëfyer që do të ketë 22 fermerë. Do me thënë, sonte ishin 16-qja e parë e kastit që do të mbajnë bërthyer, jam jashtëzakonisht i bindur, publikun për ekranin. Fermer me shumë ngjyra. Akili, një djalë shkodran që humorin e ka në gjak, e njohim energjinë e Akilit dhe jam shumë i bindur që me natyrën e tij, me pozitivitetin e tij, me sensin e bukur të tij të humorit do të shndrohet në një fenomen, por në qoftë se e kontrollon veten, sepse humbja e kontrollit, ndonjëherë shakaja e tepërt edhe të çon në një mospëlqim tek publiku, por unë jam i bindur që Akili do të ketë një vend kontroll dhe do të jetë ai djali që do të rrëmbejë zemrat e publikut shqiptar. Akoma pa nisur në fakt ferma, Mimoza, një ndër fermeret më të komentuara dhe më të përfolura që në orën 9 e deri më tani, për memet e saj që sonte po zi rjeti. Për mendimin tim, Mimoza do t'rregojë të gjitha dimensionet e saj, që ndoshta në jetë, jo ndoshta, por në jetë nuk e ka patur fatin që t'i tregon. Më duket një përzgjedhje ideale. Mendoj që prania e Mimozës, humori i saj i pamenduar, do me thënë humori spontan, energjia e bukur e saj, dimensionet e saj, do ta bëjnë këtë fermën krejtësisht ndryshe, por unë tek Mimoza shoh edhe një karakter pak të egër, pak të ftohtë, në qoftë se do me thënë Mimozën e nxjerrin nga vetja, dhe duke e ditur që jemi në një reality show, unë e pres që fermerët të jenë pak të pamëshirshëm kundërdrejt Mimozës apo kundërdrejt fermerëve të tjerë dhe do ta nxjerrin nga vetja, por gjithsesi për mendimin tim, deri më tani qershia mbi tort me energjinë e bukur që transmeton tek publiku është Mimoza. Unë e pash që publiku e duar trokiti Mimozën dhe e priti me shumë dashuri. Ndoshta ka të bënë dhe ky fenomeni që njerëzit më janë lodhur nga këto reality show që dëgjojnë vetëm zënka, vetëm britma, vetëm goditje kundërdrejt njëri tjetrit dhe mendoj që kishin nevojë dhe kishin shumë të nevojshme një format të këtillë siç është ferma VIP 3. Më pas do me thënë kemi Jonidën dhe Sonin, që në fakt unë mendoj që në natën e parë që sonte, ja u ndan të dy polet të fermës, është përfolur jashtë për një zëng dhe për një mosmarrveshje që të dy vajzat e kanë patur dikur dhe në fakt shumë është komentuar ballafaqimi i tyre në një format siç është ferma VIP, dhe sonte në fakt e pash një përqafim nga të dy gocat, një përqafim jo i realt, ishte një përqafim, mund të them, sa për në kamerë që të mos të bëhen menjëherë lajmet e para që janë nuk u përqafuan, por me avantazhin që Agai i dha Jonidës, unë mendoj që pikërisht në atë moment Agai e krijoi dinamikën dhe krijoi luftën brenda. Do të thënë avantazhi erdhi pikërisht te Jonida sepse Jonida u qaqë, nuk i pëlqente krevati dhe me diskutimin, me përzgjedhjen që ka bërë, jam shumë i bindur që do të thënë dinamikat e para dhe diskutimet e para në këtë fermë do të jenë pikërisht për ta ashtu quajturin krevatin, do të thënë do të jenë dinamika shumë të forta në këtë drejtim.
Sonin dhe Jonidën i shoh dy pole të kundërta, Jonida me ndarjen e dy dhomave, do me thënë i ndau banorët në dy pole të kundërta, do të kenë dinamika të dy dhomat, sepse vetë ambienti i gjumit, vetë komoditeti do t'i lidh, por jo se do të lëshojmë pe kundër drejt njëri tjetrit. Bëhet fjalë për 200.000 euro, nuk është pak dhe unë jam shumë i bindur që këto fermer do të luftojnë pa fund për t'i fituar këto 200.000 euro. Mund të them që sipas sfidave që Aga i dha, kundër drejt edhe Gjesit, që do me thënë të përzjedhen një banor për ta kaluar një sfidë, ai përzjodhi Telin, Teli sot duhet të flejë tek shtëpia e fakirit, do me thënë janë krijuar dinamika shumë interesante që në natën e parë. Banorët kanë hyrë me shumë entuziazëm, kanë hyrë me një energji të jashtëzakonshme. Këtë energjinë të jashtëzakonshme mundohen që ta shprehin edhe te publiku në për të gjitha dimensionet, duke që Agai është i pamëshirshëm që në start dhe i pres në fakt që nesër të ketë dinamika të forta, por do të ketë edhe zënka shumë të mëdha. E pash në fytyrën në moment të Sonit dhe fytyrën e Visit që le ta them që krijua një lloj muri me Jonidën, sepse Jonida nuk i përzjodhi dhe u ndjen disi të ofenduar dhe në formate të këtilla të mos të përzjedhen, do me thënë është një lloj ofendimi që ti e merr në vete dhe menjëherë krijon një lloj logjike se kjo lojë do të nisën që sonte dhe ne që sonte do të krijohemi, do me thënë aleat të kundërt në këtë ambient. Nuk shoh lider aktualisht në shtëpi, do me thënë e shoh Akilin që do mundohet të tensionoj situatat, sepse Akili është i lindur si natyrë, do me thënë për të bërë atë gjurrëlltinë e shtëpisë, por shoh dhe emocione dashurie, shoh ndjenja, shoh pasione, për shembull shoh Telin, nëse nuk jam gabim me emrin, do me thënë që të krijojë një romancë aty brenda dhe Fiora Alba e kuptova që e kishte kuptuar që në qoftë se nuk krijon një ambient apo nuk krijon ndonjë emocion, nuk do të merr qëndrimin në shtëpi. Por e pa Telin më shumë të fokusuar te Malbora, do të thënë Malbora i pëlqeu më së shumti. Do me thënë është një format shumë dimensional, ashtu siç pikërisht do me thënë përshkruhet kjo shtëpi me shumë ngjyra. Ka nisur një rrugtim vërtet siç u premtua, do me thënë vërtet siç u fol, vërtet siç u tha, dhe me personazhe që për mendimin tim janë personazhe vërtet VIP. Do me thënë në për të gjitha dimensionet e tyre janë fantastik. Do të shohim se çfarë do të ndodh, do të shohim se si do të komentohen, do të shohim se si do të jenë këto 2 ditë për ato. Do me thënë nuk është se do të kenë shumë kohë për t'u akomoduar me shtëpinë, sepse të hënën vjen menjëherë prajmi i radhës, por do me thënë pash një lloj energjie të bukur, pash një lloj pozitiviteti dhe si nata e parë kanë marrë pak më me dashuri, e kanë marrë pak më me seriozitet dhe mendoj që do të vazhdojnë në këtë formë. Për mendimin tim, është një format i qelluar me protagonistë të qelluar që për 100 ditë aty brenda do të bëjnë namin, do sjellin dinamika të ndryshme dhe do sjellin lojë shumë interesante.